Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Javën e kaluar, mysafirë i kishim 3 gra të cilat janë të mbijetuara nga kanceri i gjirit dhe të cilët ndër tjera patën një falënderim të veçantë për të gjithë, por në mënyrë të veçantë për një doktor i cili simas atyre krijon mrekullira në radhë parë për mënyrën si mjekon, po edhe në radhë dytë edhe në mënyrën se si i trajton. Kuptohet se ai nuk është vetëm, por emri i tij u potencua dhe kjo ishte edhe një arsye plus që unë sonte ta thras në emision doktor Ilir Kurtishin, onkolog, drejtor i klinikës onkologjike në Prishtinë. Mirëmbrëma, doktor, dhe mirë se erdhët në emision. Mirëmbrëma, me shëgjej. Doktor, e përmenda që ju jeni shumë të vlerësuar kudo, po edhe në komunën tonë, ju, stafi juaj, mjek tjerë, infermierët edhe gjithë tjerët, sepse si deklarojnë ato të cilët, ose ata të cilët i marrin shërbimet e juaja, ju afroni një empati shumë të madhe përveç trajtimit profesional. E kjo për këto raste, si dini dhe vetë, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Doktor, që spjegojmë njerëzve se çka do thotë të jesh një onkolog. Është do të një profesion, një specializim i veçantë, me cilën ne ka sa vite që ne e ushtrojmë në Kosovë, dhe një sfidë e veçantë edhe në kuadër të profesioneve shëndetësore që janë në Kosovë dhe në krejt botën, meqenëse se kemi të bëjmë me një problematikë të veçantë dhe një sëmundje të veçantë, e cila është shumë serioze, dhe në një të kohë kërkon pra edhe një qasje shumë dinjitoze ndaj pacientëve të cilët vërtet janë sfërvuar me një problematikë shumë të madhe. Dhe kjo na ka motivu në fakt edhe kur kemi marrë specializimin para 15 viteve, dhe së bashku me kolegë tjerë të cilët janë pjesë e ekipës ose pjesë e klinikës onkologjisë dhe stafin që punon aty, stafin infermieror, ne vazhdimisht do të tentojmë të bëjmë më të mirën në mënyrë që pacientë tanë të kenë një jetë sa më të mirë dhe me trajtim sa më korrekt. Dhe normalisht puna një onkologu është punë shumë e vështirë, e cila lidh në vete ose ndërlidh shumë atribute dhe shumë shkallësi të mjekut, në mënyrë që finalja të jetë ajo që është qëllimi i krejt kësaj, të kemi sa më shumë pacientin gjallë dhe të ta mbijetoj sëmundjen ose të jetoj sa më gjatë që është e mundur. Faleminderit, doktor. Do të flasim pak për disa të dhëna statistikore, po edhe jo vetëm. Ju keni deklaruar se vetëm gjatë vitit 2024 në Kosovë janë regjistruar 2100 raste të reja me sëmundje të kancerit, krahasuar me 5 vitet e fundit. Pyetja ime është, a është në rritje incidenca apo shpresësia e kësaj sëmundje në vendin tonë? Nëse po, sipas mendimit juaj, cilat janë ato arsye? Atëherë, në vitin 2024 ne kemi regjistruar mbi 2150 raste të reja për të tumoreve, të gjitha llojeve dhe të gjitha indeve të trupit tonë ose të gjitha organeve, të triturit, pra duke përjashtuar fëmijët dhe duke përjashtuar sëmundjet hematologjike ose leukemi dhe limfomat. Këto që flasim ne janë dhëna që disponon klinika onkologjisë në kancer regjistër, dhe këto dhëna dërgohen në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, i cili ka dhënat edhe më të sakta, meqense grumbullon edhe të dhëna nga gjithë niveli, nga gjithë territori i Kosovës, pra nga niveli shëndetësor, qoftë ai sekondar, terciar dhe primar, pra gjitha shërbimet shëndetësore që ofron në Kosovë për onkologji, pra çfarëdo lloj patologjie që ka të bëjë me tumor, ato duhet të evidentohen dhe të shkojnë këto të dhëna në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Por unë po flas për dhënat që disponon klinika onkologjisë në bazë të kanceregjistit që ne e kemi në klinikë, dhe 5 vitet e fundit kemi pas ngritje nga viti në vit, ndonjë vit deri në 10%,
12%, kurse 2 vitet e fundit, dhe dhënat e fundit për vitin 2023 dhe 2024 është një trend i njëjtë, pra incidenca është e njëjtë dhe janë rreth 2150 persona të cilët për herë të parë kanë kancer dhe për herë të parë janë lajmëruar në klinikën onkologjisë ku dhe kanë filluar trajtimin. Ky numër mund të jetë edhe më i madh, nga fakti se një përqindje e vogël e tyre mund të kërkojnë shërbime shëndetësore ose trajtime jashtë Kosovës, apo edhe ndoshta nuk lajmërohen te mjeku fare ose sëmundja është në gjendje është në avancuar dhe familjarët do të edhe nëse zbulojnë ose diagnostikojnë me metoda histopatologjike, nuk lajmërohen te mjeku për trajtim të mëtejnë. Por ky është numër shumë i vogël dhe është një numër pra real prej 2150 personave, ndoshta pak më shumë, të cilët çdo vit në Kosovë atakohen me këtë sëmundje. Doktor, jo të gjithë kanceret kanë shpeshësitë e njëjtë, disa janë më të shpeshtë se të tjerë, po më intereson se mas përvojës juaj, cilat janë më të shpeshtë të ne. Në bazë të dhënave tona që i kemi në klinikë dhe që i përditësojmë muaj për muaj dhe çdo vit, dominon 5 vitet e fundit të femrat kanceri i gjirit dhe çdo vit identifikohen rreth 450 deri 460 femra me kancer gjirit të moshave të ndryshme, me dominim më të madh të moshës ose grup mosha më atakuar të femrat me kancer gjirit është mosha nga 50 deri 60 vjeç. Dhe çdo vit identifikojmë rreth 4 deri 5 meshkuj me kancer gjirit. Kjo është problematika më e madhe te femrat, pra edhe numri më i madh i çmurrëve ose tumorit që dominojnë në Kosovë. Në grupin e dytë hyn tumoret e mushkrive ose kanceret e mushkrive me format e veta, qofshin ato me qeliza të mëdha ose qeliza të vogla dhe sëmundje tjera të mushkrive dhe mshjellësi të mushkrive dhe janë tumoret e mushkrive kapin vendin e parë të meshkujve, janë rreth 270 deri 300 persona me kancer të mushkrive çdo vit. Edhe në grupin e dytë ose tumoret e dytë të gjinit, me një shpeshësi prafërsisht e njëjtë, do të janë tumoret e zorës së trashë ose kolorektal, do të kanceri i zorës së trashë, pjesës përfundimtare e zorës së trashë është shumë i shpeshtë në Kosovë dhe kap të dy gjinit dhe në numër total do të është tumori 2-3, ndërka që femrat në grupin e 2-3 respektivisht mund të jenë edhe janë tumoret e organeve gjenitale, pra kanceret e vezoreve, qafës mitrës dhe mitrës, dhe këto janë patologjitë më të shpeshta në Kosovë, edhe pse kemi raste ose ngritje të incidencës në raste të reja me tumoret organeve tjera, sidomos lukthit është fjala për pankreas, rrugëve biliare, tumoret e testiseve të meshkujt, tumoret e lëkurës janë shumë të shpesh, mirë po fakti që ato janë lajmërohen në stadë të hershme dhe trajtimi i tyre është më shumë kirurgjikal, pra qofshin ato karcinomat bazocelulare ose skamocelulare që në stadë parë 2, dhe janë më të shpesh, mirë po do të lajmërohen ndonjëherë pak më pak te ne dhe te ne lajmërohen veç forma të avancuara ose lajmërohen melanomat, të cilat janë tumore të shpeshta dhe problematik. Dhe tumoret pas rënditjes, pastaj vijnë edhe tumoret e organeve tjera, sidomos tumoret e trurit, tumoret e kokë-qafës dhe organeve tjera ose indeve mezenkimale ose indeve të buta të organizmit tonë dhe këto janë patologjitë e shpeshta të zakonshme me të cilat ne në klinikë përballemi çdo ditë. Doktor, vitin e kaluar nëse zgaboj, ishte një investim bukur i madh nga qeveria e Kosovës, konkretisht besoj për Ministrisë së Shëndetësisë me rreth 600.000 euro investim për renovim besoj ripajisje e tjerë të klinikës juaj. Foto që i kemi po kanë qenë me të vërtet impresive. Unë e kujtoj që jo vetëm ato që ose ata që i marrin këto shërbime të ju, po edhe ju që punoni çdo ditë, tash keni një ambient më dinjitoz dhe ato mund të trajtohen në mënyrë më dinjitoze dhe më komode, të marrë parasysh se me të vërtet terapia që marrin din me qenë shumë e lodhshme. Tash për më intereson pak më shumë që të informojmë edhe publikun, doktor, se si është organizuar në kuptimin e kapaciteteve humane, ndrimeve, në përgjithësi si funksionon klinika onkologjike të cilën ju udhëheqni. Atëherë, klinika onkologjisë ofron shërbime onkologjike në dy modalitetet të trajtimit ose në dy shërbimet kryesore, shërbimin e kimioterapisë ose spitalit ditor për dhënien e
ilaqeve intravenoze ose terapisë medikamentoze, ilaqeve qofshin ato intravenoze që është kryekëput pjesa më e madhe dhe ilaqeve tjera tabletare të cilët merren në terapi, si terapitë e ne, po apo edhe terapive tjera siç janë ato nënlëkurore ose subkutane për patologji të ndryshme ose forma dhënies së ilaçeve është e tillë. Edhe shërbimin tjetër që është shërbimi radioterapisë, i cili ka dy nënjësi, ka shërbimin bazik të radioterapisë ku bëjmë trajtimin me rrezatim të tumoreve, me akselerator, me teknika të reja të avancuara, siç janë ato IMRT, VMAT dhe së fundi me terapi me rrezatim stereotaksik, ku ne rrezatojmë në mënyrë shumë precize disa tumore të cilët janë më të vogël se 3 cm ose 2 deri 3 cm në lokalizime shumë specifike, tek të cilët duhet bëhet një precizitet dhe një saksi e madhe dhe në dozim të rrezatimit, dhe kjo së fundmi ka arrit pra cilësinë e trajtimeve me rrezatim në klinikën onkologjisë dhe në Kosovë në përgjithësi. Dhe kemi shërbimin tjetër në kuadër të radioterapisë, që është shërbimi i brahiterapisë, ku çdo ditë 3 deri 4 femra rrezatohen me rrezatim të kontaktit ose direkt, pra përmes një me aparati të veçantë, rrezatohen sidomos organet gjenitale të femrës, edhe kjo është teknika bazë për cilën ne e përdorim të trajtimit këtyre tumoreve, pra tumoret e qafës mitës dhe mitrës, apo dhe vulvës dhe vaginës. Edhe kjo metodë së shpejti do të ekspertët ose radioterapeutët të cilët punojnë me këtë metodë, me këtë teknologji, shumë shpejt do të kenë një trajnim të veçantë dhe do të përdorim brahiterapi intersticiale, një formë e veçantë të trajtimit, e cila jepet tash si standard bazë në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë mënyrë Kosova do të shënojë një ngritje edhe më të madhe në trajtim me rrezatim të këtyre pacientëve, pra të kalojë edhe vende të tjera të rajonit, me qenë se jemi të parë të pajisur me këto pajisje të cilat janë shumë sofistikuara dhe shumë të veçanta për trajtimin e tumoreve. Në kuadër të klinikës kemi edhe shërbimin 24 orë, ku pacientët të cilët kanë nevojë për menaxhim të efekteve anësore të terapisë, apo dhe pacientët të cilët kanë nevojë për trajtim me rrezatim paliativ, dhe pacientët të cilët marrin terapi pak një kohë më gjatë, qoftë në ato terapi 24 orë ose 46 orë, mund të hospitalizohen dhe të monitorohen nga ekipa kujdesare e cila i përcjell këta pacientë. Pra, ky shërbim hospitalor është kryekëputi i destinuar për menaxhimin e efekteve anësore të ilaçeve dhe për trajtimin e pacientëve të cilët kanë nevojë për marrje terapisë pak më gjatë. Në kuadër të shërbimit të kimioterapisë, ju themi se ne përdorim protokole të trajtimit të cilat janë standarde në gjithë rajonin dhe në Evropë, dhe ato janë të zbatueshme edhe në klinikën tonë, edhe përcjellen nga grupi ekspertëve të cilët fillojnë të trajtojnë pacient pas një mendimi që merret me një ekip ose një formë konziliare, ku në ditë të caktuara ne në klinikë frekuentojnë edhe profesionistë shëndetësor, pra sidomos kirurg ose radiolog, të cilët vinë në ditë caktuar dhe për patologji të caktuara, dhe së bashku me onkologun, pastaj dhe radioterapeutët vendosin për modalitetin apo formën e trajtimit. Dhe këto trajtime në onkologjinë ose do të shërbimin nditor që ne i japim kuadër të shërbimit të kimioterapisë, kapin edhe ose mundsojnë dhënjet e moderne të terapisë, qofshin ato trajtim neoadjuvant, trajtim i cili bëhet para intervenimit kirurgjik, trajtim adjuvant i cili bëhet pas mjekimit kirurgjikal, dhe trajtim pastaj mund të jetë metastatik ose kur smundja ka avancuar dhe është stadin e 4 dhe ne tentojmë që smundjen ta sulmojmë me gjitha medikamentet dhe me metoda të tjera të zbatueshme të cilët ne i kemi në disponim për trajtimin e pacientëve. Në këtë mënyrë, pra klinika bën shërbim shumë sofistikuar me një personel të trajnuar, të edukuar dhe të specializuar në mënyrë adekuate dhe me shumë saksi do të tentojnë të menaxhojnë këto smundje të cilët edhe përkundër modaliteteve të trajtimit prapse mund të jenë shumë të vështira dhe mund të kenë një rrjedhoj jo të mirë për pacientin. Doktor Ilir, thot për ekspertizën e juaj se ekip jeni shumë përmendur, ajo s'ka dilem, po që ka dhe një lajm i mirë se edhe aparaturën e pasket
po ashtu të nivelit shumë bashkëkohor që është një lajm i mirë, lajm i mirë për ata të cilët për fat të keq edhe duhet t'i nështrohen këtë në shërbimeve. Ne janë ku me një intervistë se keni pak infermier, a ka ndru situata apo të qëndron një? Po, harrova ty mos ju bezbor që edhe renovimet që në për vitin e kaluar, pra është një investim i Ministrisë së Shëndetësisë shumë domethënës për klinikën e onkologjisë dhe shumë i domosdoshëm. Edhe në këtë mënyrë tash klinika ka një imazh tjetër, ka hapësira të reja, ka ambulanta specialistike për mjekët shumë komode dhe shumë me standarde ndërkombëtare, si dhe ka dhoma tek dhënies së kimioterapisë të standardizuara sipas rekomandimeve të organizatave botërore të shëndetësisë dhe organizatave për trajtimin e sëmundjeve malinje, pra ka një ventilim dhe filtrim të veçantë dhe ka një mirëmbajtje shumë të mirë, ka hapësira për pacient dhe kemi mbush në klinikë do 2 dhomat me spaku 105 poltrone ose fotele të reja onkologjike ku pacienti në shtret dhe merr kimioterapin, qoftë ajo 1 orë, 2 orë, 3 orë ose më gjatë, edhe ka kushte shumë akomode për trajtimin e tyre. Njëkohë gjatë gjithë kësaj periudhe mund të monitorohen nga motra kryesore, nga 2-3 motra kryesore të cilët janë në klinikë dhe nga infermierët të cilët vazhdimisht i monitorojnë dhe i menaxhojnë të dhënien e këtyre medikamenteve. Staf infermieror në klinikë, edhe pse shërbimi klinik universitar vitin e kaluar ka sjell 6 infermier në klinikën e onkologjisë, pra në shërbimin e kimioterapisë dhe para një viti edhe 2 tjerë në shërbimin e radioterapisë, prapse këto janë të vogla, këto nevojat tona janë më të mëdha, duke marrë parasysh se shërbimet janë rritë, cilësia e shërbimeve kërkon staf shtesë, dhe në njëjtën kohë, meqense jetëgjatësia e pacientëve të cilët trajtohen në onkologji është duke u ngritur, gjitha këto kërkojnë që ne të kemi staf edhe më tepër dhe në mënyrë që pacientët të marrin gjithmonë shërbimin në mënyrën më të mirë të mundshme dhe më korrekte. Doktor, ne jetojmë në një vend ku situata ekonomike është ashtu si është, si e dimë edhe ne me një GDP më të voglin në Evropë, situata ekonomike e shumicës së pacientëve kujtoj është e tillë që kërkon me siguri përkroje me raste edhe nga familja, barat apo mënyrat e mjekimit në onkologji janë të kushtueshme jo vetëm te ne, po kudo në botë. Po më intereson si e konsideroni furnizimin me bara në klinikën e juaj dhe se a duhet diçka të paguajnë ato që ose ata që marrin shërbimet. A duhet të blejnë ekstra bara? Atëherë, meqense onkologjia është dinamike dhe trajtimi onkologjik është i veçantë dhe do të rekomandimet e reja që vijnë prej shoqatave të onkologëve dhe grupeve të ekspertëve në Evropë dhe botë ndrojnë gati çdo 6 muaj. Ne i përcjellim ato, por ajo që është bazike, ajo është edhe disa më shumë se bazike edhe në klinikën tonë do të ofrohen këto trajtime dhe këto bana. Vitin 2023 dhe 2024, sidomos 2024, ne kemi qenë të furnizuar mirë me banat e listës esenciale, e cila listë ka dikun rreth 60 bana për përdorim, pra bana bazik dhe bana të avancuar, që oshin ato imunoterapi, terapi e targetuar, terapi biologjike dhe terapi e mençur, të cilët ne kemi pas në disponim për trajtimin e pacientëve tanë për të modalitete të ndryshme, lokalizime të ndryshme të tumoreve sipas karakteristikave të tumoreve apo sipas edhe protokoleve ndërkombëtare të cilët ne i përcjellim. Dhe këto medikamente do të vitin e kaluar për fatin tonë të mirë dhe për me një mbështetje të vazhdueshme edhe nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Drejtoria Qendrore, do të furnizimi ka qenë i mirë, ose më themi shumë i mirë dhe më se 90%, 92% këtyre banave në pjesën më të madhe të vitit kanë qenë në disponim. Ndërkaq, shpresojmë që këtë vit, pas disa vështirësive të vogla këtë fillim vit, ndoshta do të normalizohen këto bana, do të disa nga këto bana dhe pacientët të prapë të vazhdojnë të marrin ato bana të cilët janë të domosdoshme për trajtimin e tyre. Pra ka dhe bana të reja, të cilët pas trajtimit fillestar ose pas linjës së parë dhe 2 të mjekimit, e të disa tjerë dhe linjës së parë,
dhe pas marrjes së mendimeve sekondare nga qendra tjera të cilat merren me trajtimin e këtyre smundjeve maline, ka raste kur pacient dhe smundja imponon dhe kërkon do të një medikament i cili mund të jetë jo pjesë e listës esenciale të banave tonë dhe pacienti duhet ta sigurojë vetë, po këto janë raste pak më të vogla, kurse pjesa më e madhe ose dërmuese e pacientëve marrin do të ilaçe të cilat i disponon klinika onkologjisë, ilaçe të cilat janë pjesë e listës esenciale. Dhe mos harrojmë të themi se klinika onkologjisë është vetëm klinikë publike e cila ose në kuadër të shërbimit klinik universitar dhe QKUK-s, ndoshta është vetëm një klinikë ku mbi 99% shërbimeve onkologjike kryhen aty te ne, pra në spital, pra është publike dhe pacientët të cilët marrin trajtim i marrin gjitha këto lloje të trajtimit do të pa pagesë. Dhe ne kemi, sa për kuriozitet, kemi raste kur një pacient merr një lloj imunoterapie e cila merret për disa javë, muaj, ndoshta edhe vit, dhe ajo ka vlerë shumë të lartë dhe pacienti e merr falas, apo të tumoret e gjirit kur marrin disa produkte biologjike, disa terapi shumë të avancuara, femra të cilët janë, ne i themi, tumoret e tyre kanë një receptor që quhet HER receptori pozitiv, edhe ne përdorim një barë shumë të veçantë i cili i jepet një femre spaku një vit e të ato të cilat janë metastatike dhe më gjatë, edhe kjo do të kursehet buxheti i familjes dhe i pacientit, ndoshta vlerë mbi 50-60.000 euro kur merren barëna të tilla falas nga pacienti. Edhe ky trend vazhdon edhe këtë vit, edhe ne si klinikë dhe si kolegjium vazhdimisht bëjmë kërkesa në komisionin e listës esenciale që të kemi barëna edhe më të avancuar, barëna të cilët janë të aprovuar dhe të dëshmuar që kanë impakt në jetëgjatësinë e pacientëve. Mirëpo, limitet e ndryshme buxhetore të cilat i ka Ministria e Shëndetësisë për arsye të buxhetit mund të na limitojë dhe në ato barëna të i kemi në disponim për pacientët tanë. Por gjithsesi do të me shërbime të shumta që kryhen në klinikën onkologjisë, gjithta pacientët do të marrin këto shërbime falas dhe numri i atyre pacientëve të cilët kërkojnë ose kanë nevojë për trajtime jashtë institucioneve publike është shumë i vogël. Falem doktor. E përmendet që diku 99% të shërbimeve onkologjike në vendin tonë kryhen në klinikën onkologjike. Për më intereson mendimi ju profesional se nuk varet gjithmonë për mjekëve, prej klinicistëve, se a ka ndonjë shërbim i cili mund të decentralizohet në kuptimin që të ofrohet ai shërbim nëpër spitalet apo qendrat klinike, qendrat kryesore mjekësisë familjare nëpër rrethe, sepse ka qenë edhe kërkesë e disa pacientëve. Sipas mendimit juaj, në aspekt mjekësor dhe teknika mund të kryhet ndonjë shërbim që atyre t'ju lehtësojmë vajtjen e ardhjen në Prishtinë? Po ne kemi filluar një decentralizim, në fakt Ministria e Shëndetësisë ka filluar para një vit e gjysmë bjem saktësisht me ofrimin e një shërbimi ose një degë klinikës onkologjisë në qytetin e Prizrenit dhe aty ne shkojmë do të onkolog nga klinika onkologjisë një herë në muaj dhe ofrojmë shërbime për pacientët të cilët vojnë nga kanceri i gjirit dhe prostatës, dhe bëjmë ndonjë kontroll për ndonjë rast tjetër, edhe aty ofrojmë medikamentet, pra forma tabletare të këtyre ilaçeve dhe disa forma subkutane ose terapi hormonale, e cila bën që pacientët mos kuptojnë dhe të vinë deri në qendrën klinike universitare, pra në klinikën e onkologjisë, por një herë në muaj këto shërbime i marrim në Prizren, edhe aty gravidojnë do të komuna Prizreni dhe komunat përreth, siç është ajo e Suarekës, komuna e Dragashit, komuna e Mamushës, dhe e Rahovesit, mund të shkojnë dhe të marrin këto medikamente një herë në muaj në klinikën, në spitalin e Prizrenit. Kjo normalisht të ardhmen do me krijimin e kuadrove të reja, meqense ke resurset humane shumë pakta dhe në klinikën e onkologjisë punojnë 12 onkolog dhe janë 6 radioterapeut, dhe nevojat tona janë për me pas staf shumë, meqense 12 onkolog me mbajt klinikën e onkologjisë është një sfidë shumë e madhe dhe puna, angazhimi shumë i madh që kërkon klinika, meqense frekuenca ditore e pacientëve në klinikën e onkologjisë
në shërbimin e kimioterapis ka numrin e pacientëve nga 220, 250 deri në 300, e ndonjëherë edhe më shumë kur është ditë feste, do të kur grumbullojnë pacientët 2 ditëve në një ditë, dhe shërbimi i radioterapisë do të ofron ose trajton spaku 130 deri 150 pacientë në ditë, pra total në klinikë çdo ditë ne kemi mbi 400 deri 500 pacientë që i bie tek klinika onkologjisë më shumë pacientë dhe frekuencë pacientëve se sa klinika emergjente në Prishtinë, dhe me këtë fluks të madh, me këtë staf i cili është për momentin staf superior i cili është i mjaftueshëm, do të mundësia e decentralizimit, për mendimin tim duhet të shqyrtohet në të ardhmen me krijimin e kuadrove të reja dhe krijimin e kushteve dhe me decentralizimin e disa shërbimeve, pra disa të cilat janë pak më të qasshme dhe pak më të lehta për menaxhim në vendet e rajonit, pra në qytetet e Kosovës, siç është Prizreni, ndoshta edhe ndonjë qytet tjetër, në mënyrë që pastaj klinika onkologjisë të ketë një fluks më të vogël dhe raste të cilët kanë nevojë për trajtime më specifike të lajmërohen në klinikë. Sigurisht. Doktor Ilir, përflasim tash për kancerin më të shpeshtë, dhe ky është në fakt kanceri i gjirit. Pak na tregoni se çka është, a ka ndonjë origjinë caktuar, kush e shkakton, sipas mendimit juaj, llojet të cilat janë më të shpeshta? Po, kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë në Kosovë, edhe prej gjitha llojeve të tumoreve, dhe meqense ka mbi themi 20% total numrit, dhe është një sëmundje e cila atakon secilën moshë të femrat, edhe të meshkujt është më i rrallë, pra do të në 100 femra me kancer është një mashkull, por është sëmundje e cila kohëve të fundit për fat mirë do të zbulohet pak më herët, që i bie do të zbulohet stadin e parë dhe dytë, kur dhe prognoza është pak më e mirë ose shumë më e mirë, ndërkaq viteve paraprake, do të para 3-4 viteve, shumica e smurëve me kancer të gjirit e emëruar stadin e 3-4, pra mbi 55%, 60%, ndërkaq vitin 2022, 2023 dhe 2024 ne mbi 55% rasteve i kemi identifikuar ose në klinikën tonë janë emëruar femra me kancer të gjirit stadin e parë, dytë, dhe kjo është rezultati i ndërgjegjësimit ose një skriningu të vrasht i cili është bërë në popullat, një sensibilizimi të vazhdueshëm që ka ardhur prej organeve qeverisë, prej Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, të shoqërisë civile, shoqatave jo profesionale dhe profesionale, të cilët merren me ndërgjegjësim dhe sensibilizim për sëmundjen e kancerit të gjirit. Edhe këtu ka një impakt shumë të madh, është një faktor kyç, ndoshta ka qenë edhe gratë të cilët kanë qenë të mbijetuara me kancer të gjirit, të cilët kanë kriju disa shoqata të tyre, ndërtohet dhe shoqata Jeta Vita, e cila është pionere në këtë kuptim, e cila vazhdimisht ka ndiku, ka ngrit zërin në institucionet relevante në Kosovë dhe ka bërë që për sëmundjet maligne të gjirit të investohet më shumë dhe të ketë kujdes më të madh, pastaj të merr informata në popullata dhe gratë të cilët kanë moshën 40 vjeçare spaku një herë në vit ta bëjnë një mamografi, edhe kjo pastaj ka rezultuar që ne sot kemi raste me kancer të gjirit në stadin e parë të sëmundjes, edhe stadin e dytë në përqindje më të madhe, 55%. Ndërkaq me zbatimin, ndoshta këtë vit ose viteve në vazhdim të skriningut ose depistimit nacional, ne mund të jemi në gjendje që të zbulojmë kancerin e gjirit në stadin e parë, dytë në përqindje edhe më të madhe, kjo mund të kalojë edhe 60-70%, dhe në këtë mënyrë pastaj ta kemi shumë ma lehtë menaxhimin e kësaj sëmundje me një kosto shumë ma të ulët të trajtimit, po dhe me një benefit shumë ma të madh në pacient. Sëmundjet maligne të gjirit, pra mund të atakojnë, ne kemi pas nga përvoja edhe nga jeta jonë e përditshme, shohim femra qysh nga mosha 7-18 vjeçare deri te moshat e shtyra, kemi pas edhe gjyshe ose një nënë e cila ka mri moshën e shtyrt 80-90 vjeç, 95 vjeç dhe ka pas kancer të gjirit dhe ne e kemi trajtu, por do të është sëmundje e cila meqense edhe në vendet e zhvilluara edhe gjithkund
nëse zbulohet herët, mund të ketë një trajtim shumë ma të lehtë dhe shumë ma të mirë. Edhe kjo sëmundje është sëmundja e cila përfshin dhe mund të ndahet në disa grupe, në disa forma janë pak më invazive, themi me prognozë shumë ma të mirë dhe forma tjera të cilat janë më invazive, të cilat kanë nevojë për trajtim më agresiv dhe trajtim me medikamente shtesë të veçanta, shumë sofistikuar në mënyrë që të mrijnë rezultatet e kërkuara. Por mos harrojmë se edhe pse përkundër faktit që ne përdorim këto metodat dhe mënyrat e mjekimit, prapë se prapë sëmundja është e tillë e cila mund të merrë jetë të paparashikuar edhe mund të përfundojë në mënyrën jo të mirë edhe përkundër faktit që fillon trajtimi në mënyrën më të mirë të mundshme, ajo në moment caktuar merr kahje të keqe dhe prognoza nuk është e mirë. Por në përgjithësi janë do të sëmundje e cila mund të trajtohet në mënyrë korrekte dhe duhet të bëhet edhe më shumë dhe të kemi do të një gjetje të sëmundjes ose zbulim sa më të hershëm të saj në mënyrë që sëmundjen ta trajtojmë shumë më mirë. Do thot, pëse që pajtoj se parandalimi është kryefjala e luftimit kundër çdo kancerit, përfshi edhe kancerin e gjirit. Parandalimi, meqense parandalimi është një term që ne nënkupton që sëmundjen ta mos e lejmë me zhvillu fare, po do të parandalimi dhe zbulimi i hershëm. Do të kjo parandalimi nënkupton largimin e faktorëve ose minimizimin e faktorëve të cilët mund të kenë impakt në shfaqjen e sëmundjeve maligne, këtë rast, por dhe sëmundjeve tjera të organizmit njerëzit. Sipas mendimit juaj, a ka ndonjë grup caktuar të cilët kanë prirje ose janë më shumë të rrezikuara për zhvillimin e kancerit të gjirit në krahasim me grupe tjera apo? Po, faktorët e rrezikut do të pa familjet ose personat të cilët kanë në familje antar të familjes së smur, do të rreziku rritet e gjeneratat e reja, edhe rreziku është më i lartë, do të deri 5% faktori gjenetik është dominant, është përgjegjës për shfaqjen e këtyre sëmundjeve maligne. Kurse faktorë tjerë të cilët mund të jenë shkaktarë, mund të jetë mosha, mund të jetë po është mosha, është gjinia dhe vetë trashëgimia. Pra këto janë faktorët e të cilët njeriu i ka në vete dhe të cilët ai nuk mund t'i ndrojë, ndërkaq faktorët e jashtëm, të ambientit jashtëm, të cilët gjithashtu kanë impakt dhe mund të ndërveprojnë me faktorët e brendshëm, janë faktorë të cilët ne mund të kemi qasje dhe mund të kemi ndikim, aq sa mundemi, në mënyrë që këto efekte toksike dhe dëmshme të këtyre faktorëve ne ti kemi më të vogla. Në këtë rast bëhet fjalë për rreziku që mund na vijë nga ushqimi jo i mirë, jo i keq, nga mungesa e aktivitetit fizik. Nëse flasim për kancer të gjirit, atëherë faktor mund të jetë faktor edhe te femrat të cilët nuk lindin, pra ndryshimet ciklike në gjie janë më të shpeshta dhe mundësia e shfaqjes së sëmundjes është më e madhe, apo te femrat të cilët nuk kanë lind apo dhe përdorin edhe mjete ndryshme kontraceptive, edhe këto është një faktor tjetër i rrezikut. Pastaj te nanat të cilët nuk e mbajnë fëmijën në gjie, në disa studime që janë bërë në Evropë dhe në Angli, kanë treguar që mund të jenë faktorë të cilët mund të bëjnë që të lajmërohet kjo sëmundje dhe pastaj rrjedhja e sëmundjes të jetë më e keqe, më jo normale. Edhe faktorë të ndryshëm pastaj të cilët ndërveprojnë, siç është do të abuzimi me duhan, konsumimi i tepërt i alkoolit, ekspozimi i ndocëve të ambientit jashtëm ose qëndrimi në vende të punës pa mjete mbrojtëse të punës në vend ku ka rrezik nga këto ndocë, pra janë faktorë që së bashku mund të ndërveprojnë dhe pastaj të lajmërojnë të sjellin deri te këto sëmundje maligne. Por edhe nëse këta faktorë janë negativ të gjithë dhe ne maksimalisht kemi kujdes në shpejtë tona të këqija, në ushqim, në aktivitet fizik dhe nuk kemi predispozicë gjenetike, prapse sëmundja mund të lajmërohet edhe përkundër këtyre faktorëve dhe për këtë arsye ne duhet të kemi kontrolla më të shpeshta te mjeku. Sot ekzistojnë edhe në Kosovë, po edhe në vende të tjera të rajonit dhe në Kosovë, pra nuk është anash ose nuk është mangut në këtë kuptim që ka testet screeningut gjenetik, të cilat mund të
parashikojnë ose me një ekzaminim të pshtymës, e cila dërgohet jashtë Kosovës dhe ne mund të shohim se çfarë gjene predisponuese mund të kemi në trupin tonë, sidomos nëse është fjala për kancer gjiri dhe këto gjene a janë prezente te një femër apo nuk janë dhe çfarë duhet pritet në moshat të caktuara të femrat të cilët i kanë këto gjene prezente në trupin e tyre. Doktor, ka raste që pacientët deklarojnë se nuk kanë pas asnjë shenjë, asnjë dhimbje dhe kur është paraqit shenja e parë është diagnostikuar ta zemi në stadin e dytë ose tretë të kancerit gjirit. Bisedojmë pak për shenjat e para. Kjo është e shpeshtë dhe kjo është do të e dyanshme. Një farë të dikush mund të jetë, po është numri i vogël i pacientëve të cilët nuk kanë ndonjë shenjë fare. Dhe ato të cilët nuk kanë shenjë fare mund ta zbulojnë sëmundjen rastësisht duke bërë ekzaminime rutinore ose duke e palpuar rastësisht gjinin. Ndërka që ka dhe femra një mori nga ato që ne i shohim janë që ato e vrejnë një ndryshim ose kanë do të e palpojnë ose kanë dhimbje krahu ose kanë edhe rrjedhje nga gjiri ose ngjyrë sekrecion nga gjiri jo normal ose skuqe të gjiri dhe kështu me radhë dhe nuk lajmërohen te mjeku pas tentativave të ndryshme që vetë ta menaxhojnë këtë problematikë ose duke marrë mendime prej njerëzve jo kompetent ndonjëherë duke bërë trajtime vetvetiu dhe kur smundja bëhet pak më agresive dhe kur lajmërohen probleme të ndryshme të cilat nuk mund t'i menaxhoj vetë, atë lajmërohen te mjeku dhe kërkojnë dot qasjet menjëhershme në trajtim. Dhe kjo për këtë arsye edukimi shëndetësor ka rëndësi shumë të veçantë secili person në Kosovë. Dhe kjo do të jetë çelësi i suksesit të trajtimit të sëmundjeve maline. Pra, kur kemi një edukim shëndetësor më të mirë, ne jemi shumë të kujdesshëm ndaj trupit tonë, bëjmë një jetë më të shëndetshme dhe bëjmë kontrolla më të shpeshta në mënyrë që këto sëmundje t'i gjejmë sa më herët. Pra, për shenjave të sëmundjes maline të gjirit, shenjave të hershme, ato nuk janë prezente. Do thotë nuk mund vrehen përposë nëse bëjmë një mamografi rutinore ose një ultrazerot rutinore ose palpojmë gjirin një herë në javë ose një herë në muaj te femrat mbi moshën 25-30 vjeçare. Ndërkaq te disa nga ato të cilët shenja mund t'i vrejmë është pra ndonjë gung jo normale në gji apo kur femra shef në pasqyre pasi që të pastruohet se një gji është më i madh, tjetri është më i vogël apo ka ndryshu, do të është tërheq lëkura, është tërheq maja e gjirit, apo ka sekrecione jo normale nga gjiri, edhe gjitha këto shenja të cilët janë tipike për sëmundjen e cila mund të jetë kancer i gjirit, i cili mund të diagnostikohet lehtë. Dhe janë simptome të cilat nuk guxon të neglizhohen, por të lajmërohen te mjeku. Pra, këto janë simptome, themi relativisht të vona, dhe të cilët kërkojnë një qasje të menjëhershme mjekësore në mënyrë që të bëhet sa më shumë e mundër, sa që jetë e mundër që të fillon trajtimi korrekt në mënyrën dhe kohën më optimale të kësaj. Ndërkaq ne për fat keq kemi akoma gjejmë raste kur rralla po gjejmë kur gjiri është i zulceruar ose themi gjiri është inflamator, është me rrjet qelb ose është krijohet një ullkus ose varr në gji, mund të jetë rreth do të 100-200 gram më i rritur do tumori në gji dhe pacienti lajmërohet në atë gjendje. Pra për të krijuar një sëmundje këtë fazë duhet spaku të kaloj një vit ose më shumë që sëmundja ta avancojë në atë gjendje që ai të lajmërohet. Për fat keq ne shohim praktikën tonë rrallë po shohim dhe kjo është shenjë jo e mirë, dhe është kjo mungesë e edukimit shëndetësor dhe kontrollave të rutinore, edhe kjo është një gjë shumë e domshme për shëndetin e atij pacienti ose asaj paciente e cila nuk është lajmëruar me kohë të mjeku, duke pas frikë se nuk është sëmundje e keqe, nuk është sëmundje maline, pra nuk është kancer, duke tentuar me bind veten se mund të kaloj pa një trajtim korrekt mjekësor. Doktor, i përmendët dy metoda diagnostike, ultrazonin dhe mamografinë, janë këto të vetmat, po apo ka edhe metoda tjera të cilat
aplikohet në diagnostike? Bazike, pra fillohet me një palpim, kur vetë palpim ose vetë ekzaminimi i gjirit ka rëndësi të veçantë, që informohen, të edukohen qytetarët tanë, femrat pa të moshës caktuar të bëjnë një edukim, një trajnim ose një vetë ekzaminim të gjirit që është shumë e lehtë. Edhe pastaj vazhdohet me metoda tjera që është ultrazëri, që është një metodë e thjeshtë, e padëmshme, shumë e dobishme për ekzaminimin e ndryshimeve në gjit dhe metodë shumë më e mirë se sa ultrazëri i gjirit është mamografia, që është një metodë që nuk ka asnjë dëm për shëndetin e gruas dhe nëse bëhet një herë në vit, përpos që ka një diskomfort gjatë trajtimit, gjatë ekzaminimit, pra mund të ketë një femër e cila kryen mamografi, një diskomfort në kuptim të shtypjes së gjirit, do të probleme tjera janë minimale, mos themi zero, është mamografia është metodë bazike standarde në gjetjen e ndryshimeve në gjie më të vogla se 1 centimetër, ose kur fillon ndryshimi ose tumori në gjie të jetë i kapshëm për mamografi nga 1-2 mm deri në 5 mm. Dhe përpos këtyre dy metodave bazike ne kemi metoda më të avancuara, si është ajo e rezonanca e gjirit, që duhet bëhet në jo mënyrë rutinore, po duhet bëhet sipas indikacioneve dhe nevojave të pacientit apo sipas indikacioneve të cilët vendos mjeku që e përcjell pacientin dhe kërkon të merr informata shtesë me pa se çfarë po ndodh me një gjie, me një ndryshim që në atë gjie. Dhe ajo që është e fundit, kur kjo diagnozë duhet të konfirmohet, është diagnoza histopatologjike ose biopsia, e cila definitivisht e jep diagnozën e fundit përfundimtare se çfarë sëmundje bëhet fjalë. Përpos mamografisë, ultrazërit dhe rezonancës, ka dhe metoda edhe më të avancuara, por ato shërbejnë për pa gjetë ndryshime tjera nëpër trup, jo vetëm në gjie dhe pa ekzaminime ose imazheri se çfarë mund ndodh në organizmin, siç është ajo PET-CT, që për fat mirë shërbimi klinik universitar ose mjekësia nukleare e ka në institucionet publike, apo edhe PET-MRI që në Kosovë nuk ekziston, po është një shërbim, një metodë shumë e avancuar e diagnostikimit imazherik të ndryshimeve në trupin tonë. Doktor, erdhëm te trajtimi, i përmendet se në klinikën e juaj i bëni kemioterapin, imunoterapin, radioterapin edhe në bashkëpunim me kirurg edhe operacionet kirurgjike kur është e domosdoshme. Nëse ka dhe ndonjë terapi tjetër. Trajtimi është multifaktorial dhe kërkon një qasje shumë multidimensionale ose multidisciplinare dhe është shumë i dobishëm kur bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme për pacientin. Meqense ka qenë standardi rivon që secila problematikë në gjie të mjekohet menjëherë në fillim me kirurgji, dhe kjo ka ndru për fat mirë sipas rekomandimeve botërore, pra evropianëve dhe guidelinesave onkologjik, të cilët janë të evidence-based dhe janë të aprovuar në Evropë, në botë dhe në vende tjera të rajonit. Pra kur ka indikacion sfari duhet bëhet, kur sëmundja është lokalisht e avancuar, duhet bëhet sfari trajtimi onkologjik, që nënkupton trajtimin me medikamente dhe me rrezatim nëse ka nevojë, dhe tek pastaj kur bëhet downstaging ose zhvoglohet tumori, tek atëherë pastaj të vazhdohet me mjekimin kirurgjikal në mënyrë që të ruhet maksimalisht edhe përbërja e gjirit, edhe të ruhet edhe kondicioni dhe vetë aspekti fizik i pacientit, në mënyrë që trauma ose intervenimi kirurgjik të jetë vetëm aq sa është e nevojshme, në mënyrë që të ardhmen edhe komplikimet e operacionit jenë minimale për shëndetin e pacientit, pasi që të dhënat tregojnë të fundit dhe kulumtimet e vazhdueshme të cilët bëhen në lëmin e onkologjisë, sidomos për kancer të gjirit, tregojnë se kur ka indikacion duhet bëhet trajtim medikamentoz onkologjik të kancerit të gjirit dhe tek pastaj bëhet intervenim kirurgjik. Pra klinika jonë disponon me këto forma të trajtimit, ose për kancer të gjirit ne kemi në disponim 3 linjat e para të trajtimit së bashku me
trajtimin modern me rezatim dhe së bashku me hallkën e tretë ose të parë në këtë kuptim kirurgjinë torakale e cila bën një punë të jashtëzakonshme, do të trajtimi i kancerit gjirit do të bëhet i gjiti në institucionet publike në Kosovë. Shumë mirë. Doktor, e përmenda kemi edhe imunoterapinë në falë. Për më intereson ku është dallimi që t'ju sqarojmë njerëzve edhe cilat janë përparësitë më ankësit, ku përdoret më shumë njëra, ku tjetër. Kimioterapia është terapi bazike, cila përdor substancat kimike të cilat shkatrejnë qelizat që ndahen shpesh edhe shpejt, pra qelizat e cilat janë më ndihshme në këto ilaqe të cilat janë ilaqet bazike të trajtimit onkologjik, qysh për viteve 60-70. Këto shkatrojnë do të jo vetëm qelizat tumorale, meqense qelizat e kancerit janë ato që ndahen shpejt, po edhe qelizat tjera të shëndosha trupit tonë, të cilat ndahen shpesh, që janë qelizat e lëkurës, flokut, qelizat e epiteliale të tubit digestiv, edhe kështu me radhë, qelizat e gjakut, pra eritrocitët, leukocitët, dhe këto qeliza janë ato të cilat psojnë më shumë, andaj edhe këto janë komplikimet më të shpeshta të kimioterapisë, siç është rrahmja e flokut, do të efekte toksike në lëkurë, barkëqitjet, vjelljet e kështu me radhë. Pra kimioterapia përdor barna të cilët në mënyrë të përgjithshme dëmtojnë të gjitha qelizat të cilët ndahen shpesh dhe shpejt. Ndërkaq imunoterapia janë barna të cilët jepen në mënyrë intravenoze edhe të cilët janë i novitet këto 5 vitet e fundit në botë, edhe në Kosovë, dhe jepet sipas indikacioneve të caktuara, po jo të gjitha tumoreve, po të disa lloj të tumoreve, të cilët shprehin disa antigjen, siç që ne i testojmë disa analiza molekulare, e njëri dhe tha është një antigjen i quajtur PDL1, një ligand, i cili testohet dhe nëse qelizat malinje kanë prezent këtë receptor, ne dim se këto qeliza kanë bërë bllokim të qelizave imunitare trupit tonë ose limfociteve T dhe kanë mashtruar sistemin imun, në mënyrë që qelizat malinje pastaj të shumëzohen dhe të shfrytëzojnë dot materie të ushqyese të qelizave të shëndosha dhe të sjellin deri tek dëmtimi i organizmit. Dhe imunoterapia pikërisht e ka këtë qëllim që këto qeliza të bllokuara ti riaktivizoj, pra të riaktivizoj limfocitët T dhe pastaj këto të shkojnë dhe të shkatrojnë qelizat maline të cilat janë të huaja për organizmin tonë dhe sistemi jon imun ato duhet t'i gjejë dhe t'i shkatrojë në mënyrë të saktë dhe efikase. Efektet anësore imunoterapisë janë më të vogla se sa të kimioterapisë, por edhe ato kanë efektet e veta, efektet anësore që shoqërohen me një pneumoni, me reakcione alergjike në lëkurë, me barkëqitje, me ndonjëherë efekte toksike në zemër, por gjithmonë duke marrë parasysh faktorët predisponues dhe duke marrë parasysh bërjen e ekzaminimeve me kohë, ne tentojmë që këto efekte t'i kemi minimale dhe nëse lajmërohen atëherë t'i menaxhojmë në mënyrën më të mundshme ose korrekte. Pra imunoterapia është ajo cila do të jetë standard i artë në të ardhmen, edhe pse është bërë një lloj standardi për disa tumore. Për shembull, kemi tumore të mushkive të cilët kanë ekspresion të këtij receptori që quhet PDL1 dhe pacientët kanë benefit nëse marrin imunoterapinë, por numri i pacientëve të cilët kanë kancer në mushkëri me një tip të veçantë do të kancerit, qoftë ai adenokarcinom ose skamos, karcinom skamoze, do të kanceri i qelizave skamos, edhe cilët e shprehin ose këtë receptor në përqindje 20-30% ose 50% kanë benefit dhe ne trajtimin e këtyre pacientëve e bëjmë me imunoterapi dhe ne i shohim rezultatet në përvojën tonë përditshme. Këta pacientë jetojnë më gjatë, por numri i këtyre pacientëve është i vogël dhe në krahasim me numrin total të pacientëve ose të kancerit të mushkisë, kur pacientë tillë nuk kanë këtë faktor dhe nuk kanë benefit prej imunoterapisë. Por ka edhe disa raste kur imunoterapia përdoret pa të melanomat ose tumoret më agresiv të lëkurës, edhe pa testim me PDL1, por kur smundja është e avancuar edhe pse është PDL1 negative, ajo mund të trajtohet me imunoterapi, por benefitet e trajtimit janë më të vogla. Pra, qëllimi i mjekësisë moderne edhe shumë shpejt do të bëhet standard i artë,
do të dhënia e imunoterapisë në indikacione të veçanta për grup të veçantë të tumoreve dhe për individ të cilët I plotësojnë këto kushte. Doktor, ju përveç që jeni klinicist, jeni menaxher, shpesh kontriboni, sikurse edhe sonte, në edukimin shëndetësor të popullatës, ndër tjera jeni edhe edukator I gjeneratave e treja të mjekëve, do thotë jeni mëdhënës, jeni shkencëtar, nuk e di si pja më rini krejt, por nuk do t'ju bëj këtë pyetje se se nuk e di a mund t'ju dali numrat mirë, po më intereson, doktor, shpesh I përmendin rëndësinë e aplikimit të terapive inovative, të cilat për fat mirë ju I zhvilloni edhe në klinikën e juaj, e përfshirë këtu edhe target terapinë apo terapinë e synuar. Të flasim pak për këto terapi që e ofroni ju të rejat edhe të target terapinë. Target terapia është pjesë tjetër e trajtimit që ne kemi në klinikë, dhe është një terapi e cila mund të jepet qoftë si medikament, pra si ilaç tablet, kapsullë, apo jepet si në mënyrë intravenoze, dhe ne këto I përdorim edhe për lloje të caktuara të tumoreve. Disa nga këto ne I kemi në klinikë, ka disa vite që I kemi në klinikë, disa tjera shpresojmë të ardhmen t'i kemi prapë, do të me kërkesat tona që I bëjmë vazhdimisht në shërbimin klinik universitar dhe Ministrisë së Shëndetësisë, që t'i kemi do ato të cilët kanë impakt në trajtimin e këtyre pacientëve. Pra terapia biologjike është një formë tjetër e mjekimit, jo si kimioterapia, po kjo terapi tenton që duke bërë ngjitje o duke bërë bllokimin e qelizave malinje, duke mundson që ato qeliza malinje të bëjnë vetvrasje ose të shkaktrohen, të bëjnë apoptozë, dhe duke stimulu prapë në një anë faktorët e sistemit imun, pra qofshin ato makrofagët apo limfocitët, dhe në këtë mënyrë të vijë deri te shkatrimi I qelizave malinje dhe largimi I tyre ose pastrimi nga vendet e largta ku kanë mbri ato, apo edhe nga gjeneza vetë ku është tumori. Këto kanë mbri me pas efekte në raste të caktuara, dhe kjo terapi target ne e përdorim te kanceri I veshkës, e përdorim te kanceri I mëlçisë, e përdorim te kanceri I gjirit, e përdorim së fundmi është aprovuar dhe përdoret te kanceri I mushtrive, përdoret te kanceri I vezoreve, përdoret në disa raste të caktuara disa lloje të tumoreve të trurit, përdoret te tumorët hematologjik, pra te disa lloje të limfomave dhe leukemive, dhe kanë sjell një revolucion në trajtimin e sëmundjeve malinje. Dhe terapia target, nëse është formë tabletare, është formë shumë e mirë, shumë e lehtë e menaxhueshme, edhe me pak efekte anësore, dhe ka një benefit shumë të madh tek vetë pacienti, mënyra e marrjes së ilaçit dhe koha e marrjes së ilaçit apo vetë nevoja e organizmit dhe pacientit për këto ilaçe, pra një komfort shumë më të madh për trajtim dhe një siguri shumë të madhe në trajtim në ato raste të cilat kanë indikacion dhe efekti I kësaj terapie është me impakt të madh. Doktor Ilir, besoj se pajtoj me këtë thënie temën se kur mendoj se ku ishim me kancerin e gjirit 30 vjet më parë dhe ku jemi tani, përparimet kanë qenë thjesht e jashtëzakonshme. Diagnostikimi është më I mirë, terapia më e mirë mjekësore, terapia më e mirë kirurgjikale, terapia më të mirë me rrezatim dhe më e rëndësishme një kuptim më I mirë I sëmundjes. Edhe herë përsërisë është kërkuar nga unë, nga pacientët e juaj, se është një meritë e madhe që ju takon juve dhe stafit juaj, dhe keni falënderime të veçanta nga pacientët e juaj nga komuna jonë. Tani në Facebookun e juaj kam arrit mi pa se ju shpesh postoni edhe të dhënat më të reja shkencore, edhe ato të bazuara në dëshmi që I përmendën pak përpara. I përmendëm që Hipokrati ka thënë se shërimi është çështje e kohë, po ndonjëherë është edhe çështje mundësie. Janë disa informata me të vërtetë shpresëdhënëse për zbulimin edhe për aplikimin e metodave e sidomos barave të ri në trajtimin e sëmundjeve malinje. Ka qenë Forumi Ekonomik Botror në shkurt 2025 që I ka publikuar disa, janë disa në fazat e treta, fazat përfundimtare të shërtimeve klinike.
po ta dëshirë me qenë se janë pak ma shumë, edhe na jemi ka fund në emisionit, të marrë mendimin e juaj çka pritni prej këtyre në të ardhmen edhe a është kjo ardhme aq larg sa na frikojmë. Unë mendoj që ardhmja është e afërm dhe do të kemi zgjidhje më të mira. Zgjidhjet më të mira janë prezente veç, ka sa vite, dhe me qenë se smundjet maligje qysh viteve 80-90 kanë pas një rrëdhoj shumë të keqe, por sot jemi dëshmitar të përdorimit të këtyre barnave të pacientë të caktuar, kur ata kanë dhe marrin kësi barna, jetojnë një kohë goxha të madhe, relativisht gjatë, pa pasoja dhe pa komplikime, dhe unë jam shumë optimist që shumë shpejt do të ketë, me që se ullumtimet shkencore janë duke u bërë masivisht në krejt botën, do të kemi një trajtim edhe më të mirë, një trajtim më të suksesshëm, duke përdorur pikërisht këto barnat e reja, që ardhmja është do të thotë imunoterapia dhe tretmani me vaksinë, e cila do të rrisë qëndrueshmërinë, do të rrisë forcat biologjike, imunitare të organizmit njeriut, dhe në këtë mënyrë do të mundsoj që të bëhet shkatrimi i këtyre qelizave maligne, duke mos i dëmtuar qelizat e shëndosha. A do të kemi probleme në këtë kuptim me sundjet maligne? Do të kemi ka akoma, dhe këto janë prezente jo në Kosovë, por krejt botën, edhe në qendrat më të avancuara botnore, dhe njerëz me këto smundje. Edhe përkundër përdorimit të këtyre barnave dhe teknikave të mjekimit, prapë përfundimin nuk e kanë të mirë, se kjo varet shumë edhe prej vetë organizmit, vetë trupit të organizmit tonë, meqense secili individ ka një metabolizëm të veçantë, të ndryshëm, por fakti që është deshifruar edhe kodi gjenetik edhe organizmit njeriut, por edhe vetë smundjeve maligne, kjo tregon se do të me një të ardhmen shumë të afërm, ne do të kemi një zgjidhje shumë ma korekte, shumë ma të mirë, dhe qëllimi i krejt kësaj është që smundjet maligne të shndrohen në smundje kronike dhe pacientët jetojnë me të për një kohë gjatë, duke e pas në kontroll smundjen. Edhe kjo është një lajm shumë i mirë. Doktor, shumë faleminderit për gjitha këto. Kemi material, kemi shumë pyetje, po ka që kemi edhe kohën e caktuar. Unë në fund të rezervoj drejtën për një pyetje personale për secilin prej mysafirëve. Ju i përmenda gjitha ato angazhimet profesionale, po ju nuk është që nuk ndoni kohë edhe për familjen edhe për pjesën e hobit që e keni futbollin. Tani një klub futbollistik i cili është formuar në vitin 1899 dhe motoja e cilit është më shumë se një klub, edhe me ndresën e të cilës ju keni bërë dhe foto, e kjo është Barcelona. Përveç kësaj, nëse unë nuk jam gabim, në tavolinën e punës, në zyrën e juaj, e keni edhe amblemen e Barcelonës, përveç edhe statun e vogël të komandantit legjendar Adem Jasharit. Po edhe dëshirë më pyet se 28 vite pas themelimit Barcelonës është formuar një klub tjetër futbollistik me moton mbi të gjitha është vllazënimi. Po ata dëshirë që për hir të gjitha kujdesit, empatisë, edhe me rast edhe humorit për me ju lehtësu problemet shëndetësore që e kanë pacientët që janë të rënda, shumica në rasteve, a kishit pranuar një ndresë të vllazënimit apo mund të keni probleme me forcat e lirisë? Patjetër. Ja, patjetër. Unë vllazënimin e kam shikuar si fëmijë, dhe lojtarë shumë të Kosovës janë pikërisht nga Gjakova. Dhe do të që kanë ndonë futbollit shqiptar në Kosovë shumë, Kozniku, Lorik Cana, kështu me radhë, me shumë përpos Fadil Vokrit, edhe do të lojtarë shqiptar të Kosovës kanë talent jashtëzakonshëm, dhe kjo përveshmohet edhe sot, dhe Don Zhegrova, Muriqi dhe lojtarë tjerë do të që luajnë jashtë do të kanë një lojë shumë të mirë, dhe ne shqiptarët e Kosovës kemi talent kështu të veçantë për futboll, vetëm kjo duhet kultivohet dhe të bëhet pak më në mënyrë sistematike dhe të bëhet më të mirë, në mënyrë më profesionale, dhe gjithë ata talentë të cilët
Ne i kem këtu të dërgojmë jashtë dhe të marrin do të përvojën jashtë dhe pastaj të dalin performojnë nivel botnor, që është edhe atë për performancë vetën ta japin kontributin edhe për Kosovën, që Kosova dalë me ekipin tonë të Kosovës, me ekipin e Kosovës dalë shumë mirë dhe atë në vendin ku e meriton. Megjithëse unë mendoj që me një përkushtim dhe zgjedhje të talentëve tanë, edhe atyre që luajnë në Kosovë, edhe atyre që kanë preardhje nga Kosova, ata e kanë obligim shtetënor, kombëtar që të japin kontribut për Kosovën. Keni drejt, doktor, spori uroj shëndet, mbarësi, forcë, edhe shpresoj që mund të takohemi edhe në të ardhmen në ndonjë prej emisioneve me të plus. Patjetër, do të jem herën tjetër, kam dëshirë do të jem edhe prezent fizikisht aty, edhe me shumë dëshirë vinë gjatë kohë dhe ndugazin të zëzini qytet, me qenë se është pjesë e pandashme edhe pjesë shumë e suksesshme e historisë Kosovës. Mirëarshit. Të nderuar miq, ky është emisioni me doktorin i cili së bashku me kolegë të tjerë dhe infermierët ekipin në tanësi konsiderohen prej shumë pacientëve si staf që bëjnë mrekullira. E dëgjoj doktorin, të kemi kujdes në përshëndetjen tonë, të kemi kujdes në parandalim, të kemi kujdes në ekzaminimet e shpeshta, vizitat e shpeshta të mjekut, sidomos për grupet e caktuara të cilat janë pak më të rrezikume. Na kaq kishim për sonte, bashkë mirëpafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.